mbyll, si ka mundësi që këta njerëz besojnë vetëm atë gjë që kanë dëshirë të besojnë. Thuj çfarë të duash këtyre, këta besojnë atë gjë që ndjejnë veten mirë dhe justifikojnë pafsinë e vet, dhe justifikojnë dembelizmin e vet, dhe justifikojnë anadolizmin e vet. Kush? E gjithë ajo mas që zjerë nga goja fjalë të pakontrollume, që shanë në mënyrë të pakontrollume, që fynë në mënyrë të pakontrollume, dhe që nuk ngre probleme esenciale, por vetëm gërthasin një lloj tallavaje dhe një lloj shterie që s'na çon mas i ven. Ore më mirë këto se sa ta marrësh 35 vjet ta bësh sistemin si çdo ti më burr. Cili e bëri? E di çfarë është bërë? Cili e bëri? Të gjitha kjo klasë politike që ka qenë. Po e çon në Europë ky. Ky që mbroj unë po e çon në Europë. Ky është i sakt në kokë, po lufton me kap ato artikuj, ka një objektiv që du me shku në Europë dhe po lufton nga mëngjesi deri në darkët, po man dhe gjithë baltën e zhullin e këtyne për tik në Europë. Po diskutojmë tash nuk ta kthej dot mendje. Po fal, këta ku duhet të shkojnë? Nuk ta kthej dot. Duhet të shkojnë në Anadol, ta thonë më A ka mundsi? të hapi parti, ta shojnë në Anadol. Ku duhet me shku? Ja si e kuptoj. Ku duhet me shku? Ore pse s'del atje ti në që ju thuaj? Ja thuaj këtu. Kush tha që s'dal? Dil mo, nesër. Unë që nesër më dal. Po mo dil. Po pse ka ndonjë problem? Dile i thuaj zotëri. Ore na thonë. A më dëgjoni dhe mua? Ku do shkoni? Se e drama do me na çu në Europë. E presi gjithë liderat e botës. Mbyll gjithë kapitujt. Sot do ikim atje. Pa dhe gjithë baltën e qenve mbi shtëpinë. Tash ti duhet me na çu në Anadol. Ta shojnë në Anadol. Ti duhet të marrësh një na morin na çojnë në Anadol. Ti ke qef yll ta shkosh në Anadol, po emisionin ku do ta japësh në Anadol? Ma thuj çik yll në Anadol, si do ta japësh emision? Jo më mbyll. Ë? Po e mbyll po bojën në Anadol. Si do ta mbyllësh? E mbyll mos i që mbyllën në Verozë kishte emision. Ashtu ë? Po dhe unë atëre po mbyll biznesin, po threj sekretarën e partisë edhe brigadierin që ta nuk e njohin, po hym që gjithë, po ham buk me triska, po dalim blejm qumshin ta vend të dera, ku kuptojnë këta? Gjergj Luca, Urdhë. këtë sistem e ka ndërtuar. Urdhë. Klasa politike që ne kemi, burrat dhe gratë, burrat përgjithsisht, 90%, ma qa kemi ndërtune, ne jena i me pythën, në Europë kemi ndërtune. Po jo më të gjohë. A u thy muri Berlinit, fati jonë që u thy muri Berlinit se kishe për qenë komunizëm akoma, kishe për të pas shokun pali të ongër shqipje. Baron biseda këtë. Urdhë. Baron sepse ti së të ja po mjëllë dojë, nuk flasë më. Shiko sajtë, jo, ti do flasësh mo. Po do flasësh, zotri, ti ke një problem. Po këtë drejta kesh, këtë dashurosh e dramën. Dashuroj më vë. Nuk të pengon njerin, nuk thot njeri gjëfare nga ta. Jo, po se dashuroj, jam realist, që kjo e dashuroj, u 62 vjeçë. Po ta thash me metaforike, mëse nuk ka dashuri burë. Pas ta kuptojmë në natë metaforën. Ta thash metaforike. Se ti se kuptove peshkun tim, që po flisha me peshkun. Me pashun me pash. Po flisje me peshkun. Pa drejko pra, ti se kuptove, dhe me kjo po flisje. Sot të botë ku jetoj më mirë flas me peshkun. Sot të ta përkthejnë fund e emisionit se qa po thoja. Tani, a ka mundësi të me lështët? Urdhë. Shiko. Në qoftë se ne eqim, zoti Luc, eqim Edi Ramën, që ti nuk të letë të vret, të gjitha të tjera ti i thua drejt. Unë du me ikë në Europë, më dha. A ka mundësi, më dha, po them. Të gjitha të tjera ti i thua drejt. Kush do na qoj, më dha? Një minutë, më zëtë. Do na qoj, ky... Geopolitika, mos e të ra lufta në Ukrajinë, ra lufta... O, doktor, biznes... ra lufta atje, dhe po të marrin zvarë... Po të marrin zvarë, pra, Evropa të mërë të ty, as Malnezi, as dreqin me të birin për 100 vjetë, Balkani është vendi mi korruptuar në botë. Balkani, s'ka në ndryshim, bile Afrika ka shtete lucë, të cilat kanë qenë kolonizatorët që ata si duan tani urejnë, që kanë reguluar, ka zyra, pjesa dërmuse, ka zyra ka shtet, edhe Afrika, edhe Amerika Latine që është degeneruar, që na sjell drogën e këtej gjitha. Dhe Ballkani është një mender, siç e thua ti, një hale shumë e madhe. Dhe nuk të merrte, po të merr geopolitikisht dhe bravo i qoftë, dhe duhet vëm atje. Një minutë, ta mbaroj, edhe thuaj çfarë duash. Tani ti me përjashtim të Edramës si nuk të le, të vret. Ndreka thash, e vrishnje për Edramën. Tani një minutë, mo zotri, ndjes pas të Ndreka i shket. Tani, ti ke një problem, zotri, të gjitha gjerat i thua, vetëm ujë i lartë rreth i kulluar, thua. Nuk është kështu, mo zotri, edhe Edrama është brenda kësaj loje. Sali Berisha po e po, të gjithë mo, 35 vjetë, establishmenti që ti ke, ore ke njerëzit më të pasur në Shqipëri politikanët, Gjergj Luca, janë më të pasur se ty, që vete
si kafsh në punë mo, bashkë me tjerët. 15 orë në diell. Po pra, Pik dillit. po janë këta njerëz më të pasur janë politikanë, to Gjergj Luca. Jam Dhe të pierdin fare ty. Në rregull. Ja që ta di. Okej, atëherë Vazhdo, po thuaj çfarë pres, duhet. jo, nuk duhet vazhdoj, po të bëj pyetje. Dhe këtë po thonë në protestues. Okej, mund ta bëj pyetje? Kurdo? Më jepi zgjidhje ju. Kush do ta bote më mirë këtë punë me Zgjidhja natyren ime- në Europë për me na përzi pakerën e merdes se e drama. Lidhja ime Hajde, e vetme dhe fuqitë e mia Gjergj Luca Hajde, janë të thres ty këtu. Po. Them këto gjëra që po them dhe ti të më thuash çto që po më thua. Po mos mle pas. Tjetër gjë, unë nuk bëj dot. Unë ta Jo, thash. unë ju thash, i kam thirrur protestuesit këtu, i kam ulur shumë herë, ju kam thënë, kjo nuk është kauza ime. E fëmijëve të mi ndoshta. Ti flasi fjalë. E fëmijëve të mi. Mund t'ja flasi në televizion publik. Mund t'i flasi fjalë? Si- Protestuesve, mund t'i flasi fjalë? Po si duhesh? Okej. Atëherë, miqtë e mi, keni qitë gjithë të drejtën e Zotit që ju të gërthisni. Ylli nuk është dakord me mbrojtjen time që unë i bëj liderit tim. Jo liderit më jo, ke të drejtë ta mbrosh. Tash ti, Po nuk ke të drejtë ju thuash të tjerëve. Okej. Keni Sepse ti po thua si ata, mo. Keni gjithë të drejtë e Zotit të ngriheni kundër administratës shtetnore. Kundër atit 67% që unë ngërthas. Keni gjithë të drejtë e Zotit të ngriheni kundër pushtetit lokal që është një hale. Dhe unë jam ngrehet dhe kam thonë, çfarë janë këta njerëz që administrojnë qytetet, nuk i ka thonë njerin një jetë puna e marë. Çfarë janë këta njerëz që këshillat bashkiak i kanë të politizuar? Pse nuk depolitizohet bashkit dhe të futen njerëz kryetar bashkie, përtejt, majtës dhe djatës që t'i shërbejnë qyteteve? Pse këshillat bashkiak nuk depolitizohet të vijen njerëzit më të mirë në qytet? Këto probleme keni gjithë të drejtë e Zotit të çoni dhe të gërthisni. Por që ju të merrni me biznesin dhe të merrni me njerëzit që punojnë, që prodhojnë, që japin rroga, që po kthejnë jetën, që po kthejnë mirëqenin, që po kthejnë shpresën këtë vend, që paguajnë taksat për të paguar shkollat, për të paguar spitalet, për të paguar çdo gjë, po i boni domin më të madh këtij vendi dhe Shqipërisë. Mos i përmendni mo ata njerëz se janë herojtë e Shqipërisë, jo spekulantët që janë 10 vet, 20 vet, po biznesi, prodhuesat. Ktheni pllakën dhe unë do të dal te ajo shkalla dhe do të gërthas dhe do të gjoni gjona çuditshme që si keni ju në herë në kokë. Kjo është kërkesa që kam unë për ju. Do vesh atje? Do shkoj atje bashkë me ty, po. Do shkoj atje. Dhe do të gërthas më fort se gërthasin ata. Mos e shohin ata tani mbi ty tani të më lëshojnë edhe mua. Si? Ti do që të ha dhe unë një. Se ta qa do ashtë? Po kështë di që mund të bie në lusë me këto që ke thënë. Po ti e ekuilibrist Allah. Me këto që ke thënë. Ti e si Aligjitra Majtelit Allah. Nuk je si mu që i besoj njeri u shkoj des aty. Ore, mirë be, nuk të pengon njeri, o Gjergj Luca, nuk të pengon njeri. Gjerat që unë të nëzorë aty, ishin ato gjera që thonë protestuesit zotëri. Në rregull, pra. Që ti më thua mua, kryetarët e bashkit duhet të depolitizojnë bashkit, duhet të depolitizojë Edi Rama tani. Po patjetër. Duhet të depolitizonte një minutë.